Të dashur deputet dhe ministra. Flamingoja mund të dalë kundër nesh në protest dhe tjetë aleat ynë natural i kësaj epoke të re. Sorat mund të vinë edhe rrotull nesh, edhe rrotull flamingove, po në fund tek plaga e hapur bashkë me korbat e kanë shpirtin. Prandaj vija e re ndarëse e kësaj epoke të re nuk kalon mes atyre që dolën dhe atyre që s'dolën në protest, po kalon mes atyre që duan ta bëjnë Shqipërinë më të mirë, edhe me ta. Dhe që Shqipëria të jetë më e mirë, edhe për ta. Dhe atyre për cilës Shqipëria është më e mira, kur është e mirë vetëm për ta, dhe bëhet më njëherë më e keqja, kur ajo bëhet më e mirë pavarësisht nga ata. Për arbrit, fermerin e kthyer në flamingo, Shqipëria po u jepte të huajve ato që administrata shqiptare nuk dënjonte as t'ia thoshte qartë. Nëse mund t'ja jepte ose jo atij. Një djalë i Shqipërisë që po kërkonte prej 3 vjetësh tokë për ta bërë më të mirë këtë vend, edhe me punën e tij, duke e bërë vendin më të mirë edhe për familjen e tij. Ai nuk e mbante më vetëm. I kishte plasur shpirti dhe shkruante në protesta në mesazhin e tij. Lek për rishfet unë nuk kam dhe as e kam çuar ndërmend, sepse edhe këto vonesa e dim se për çfarë bëhen. Kur fola me të, i shpjegova situatën, me procedurën, ndalimin që ne ja kemi bërë dhënies me qerat të tokave të papunuara publike në bujqësi, pasi në vitet e para të qeverisë son, u dhanë qindra e mira hektar të atilla, dhe u kthyen në letra për lloj-lloj pazarxhinsh, duke krijuar dhe konflikte me bujqit. Por, çdo këto fakte ai dëgjoi pas 3 vjetër. Dhe unë ndjeva si ai që s'thuhet kur ja shpjegoja. As morë mundimin t'ja shpjegojmë si dhe sa duhet 3 vjetë, dhe e la në ajër, madje e krijuan dhe idenë poshtruese, që mbase duhet paguante lek për një gjë që s'bëj. Dhe normal, përballë 3 viteve, me plan biznesi, një njeri që jeton me tokën, një njeri që numëron kajsit në 12 hektarët e tij, një njeri që ka partner dhe ambicia, një njeri që mban më njanë 1.5 milion euro, çdo shpjegim që ti mund t'i japësh, pasi ai ka dalë në protest, nuk tingëllon si justifikim. Tingëllon si një arrogancë përmes një prallë që ai e di, a e besoj, a se besoj në fund. Po, di që pasi fola me të, kërkova me zë pak më të lartë se ky sot, pse nuk i dhëm përgjigje atij djalit? Pse duhet ai të pres 3 vjet vetëm për të mësuar që kjo kërkesa jote nuk bëhet më vëlla. Sepse halli nuk bëhet më i vogël kur nuk zgjidhet me një jo. Po bëhet më poshtrues kur mbetet as po, as jo. Pas sa orësh, vjej mesazh. Me screenshot. Nga postimet e Arbrit në protest.
Si për të më thënë që mos mërzitet shefi se ky tipi është kundër qeverisë. Nuk u bë qameti që ka mërzit ky. Dhe ja ku del i gjithi cullak. Jo problemi që kanë flamingot me ne, por problemi që kemi ne me veten. Si bartës të ati besimit të mishëruar në 83 mandate. Arbri nga lushja nuk është problemi ynë. Arbri nga lushja është prova. Dhe sprova që ne kemi me veten tonë. Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë, i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po, nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni, është karakteristikisht jo i shkurtër. Do ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve.